Se zjedhë presidenti. Una? Unë më para Ana qanë që është ja presidentin zgjidhje. Oke, mirë. Që kjo është çështja. Jo, ka me lujt me nështë për me shtyne i variant vete mundet me blofuë. Zgjedhje apo zgjidhje? Do të kemi zgjedhje si pas teje, po, zotin Imani? Nuk ka kush për një arsye. Albin Kurti nuk ja jep mandatin PDK-s, qovë Bedreut, ose supozoj Xhavet Halitit që për programat si jam në limonëshëm, që me të bojë Xhavet Halitin ty, Albin Kurti president. Ose të Lumiri nuk vjen kombinim, vjen kujtimi ose dikush tjetër. Ai se zoti Haliti ku që interesant, ka qenë deklarata kërshi vetëvendosjes tash në vetë. Ai për që ka fituar, ai kështu se është problematike me arrit këto konsensus, këta si kanë gjendje më ujtë. Ju sheni zgjedhje. Për një letër mes veti me këthu njëri tjetrit. Sepse një edhe le të kërë dhe për të këtë shumë mirë. Çështja e presidentit e çon vendin në zgjedhje, sipas teje. Me datën 4 mars nuk kemi president të zgjedhur. Me 5 mars, Ilir Shashiri ka të kongës sërish vjemarësi, me 5 mars shpërbëhet kuvendi. Me 5 mars shpërbëhet kuvendi, si pas jush. Si pas kushtetucë, si pas meje. Interesant, ju po thëni ju, një mani po, me 5 mars kujtëm që duna me të pasu në studiu. Absolutisht. Unë më betu në bura Dogazini që kuptonë që shtu në fillim edhe ta shariq aty. Ka njerë dush me ndryshu që ndrem? Nuk jenë përsha, nuk përsha. Beatin, që shëshete, zgjedhja apo zgjedhja? Më nëjë që varet nga faktorë tjerë, më nëjë që varet ka gja shumë edhe prej çështjes së Hagës, se që ka ndodhë atje. Nuk di e dhe që shumë. Ja, ka koha, ja. Ka kohë, për në kryet ajo punë. Deri në prill, maj, kë vendimi mund vije. 3 muaj ka për ministri. Me 4 mars kryet. Po mirë. Për njësë 3 muaj ka. Për prandaj mund shkohet kjo, mund shkohet në zgjedhje dhe mund shkohet në zgjedhje. Po edhe mos më shkohet në zgjedhje si tash. Veç që në menoj që... Tetor? Ja, edhe Vjosa Osmani ja ka... Jo, fani, se edhe këto ju thatë që s'ja ka bërgjë, që edhe Vjosa i ka, edhe Albini ka bërgjë Vjosës pak. Shka ka bërgjë? 28 dhjetori është i Vjosës. Ka bërgjë për shakë, se ma jetë ka garu bashkë. A, i shemi janis, ashtu të shemi. Ka garu bashkë. Shka garu, ku ka garu Me bashkë? zjetë e para, ku zjetë kjo presidente, pastaj i ka dytë, sepse ti nga Vesnja, e kena diskutuar dhe bashkaresht, Mosil, kryeministri i Kosovës, në për koridorë, mos me prit djeri i gjallë. Do taksista kanë taku. Edhe Vjosa Osmani me Donald Trumpin, tha nezi shumë ma mirë sonës, ose me... Jo, nuk ja folë bashklet aty. Ka po me primi... S'ja folë as deklarat të majhë që i ka thot qanë... As një zyrtar i qeverisë të Kosovës nuk ka sen... As një bërgjë nuk ja ka heq. Në Washington... Ka po president e 5 vjetë, ka me të bo ma shumë. Kështu se nuk ta falë ty, mësë përme se... Benefitet i ka për të njëtër. Kërë zotin Kurti, që farak marë si është, po si falë të vetit. Që u sakatu të gjujtë gore zjemë ka shkatru, këtë vend nër vetit të e shkatru bashk, i ka citi ka preja për i fjallë goje. Unë mendimi jemë o kështu që... Në anën tjetër, Vjosa është e re, ka për pora mundësi për me vazhdu. Unë deshta me marrë vishnisansa shumë blatë porësit me përfundu një kombinim që mënoj që mundet me qenë në qovë se hynë Ramushi, zote Aradinaj, në kombinim, unë mënoj që shumë kollaj mund bëhet president, për faktin që edhe nëse del një pjesë e Guxos, që është brenda vetëvendosjes, mundet... S'janë me Vjosën, mos. Nëse... Se i kam posë në studion time, ata kanë thë që na jena për Vjosën. Po kush del prej... Jo që pja bëj një pytje. Kush del prej Guxos, nëse zvotohet Vjosa? Po te përfundoj. Sa ta, po them, te përfundoj. Po them që ata mujnë me dalë grup parlamentar vetit. Kush? Po themi. Cili? Potencialisht. Pa ta vetë nuk dalin. Ata zbesojnë as veç. Unë nuk e thamë sigurt që për shumë munden me dalë, dhe këty du të mund të kalkulojnë, po munden me dalë. Milion e kumë prit me formu grup që tash. Se kanë paralajmëru ma herë. Ka pos indikacione. Pjeci pat paralajmëru, për i ka thonë pjeci. Ka pos indikacione. Edhe prandaj po them që shumë këllaj, edhe vota për president është e mshef. Që ta përfundojmë se s'kemi kohë. Vota për president është e mshef. Edhe në kuti nuk dish kush për ka voton. Ma shumë. Prandaj Ramushi mund të dalë fitues. Mirë. Vesh në njëra një fjallë. Nëse hyn me... Ma shumë e votojnë
Ramush Haradinin me votat pshefta, qëta që pëjtojmë na, se sa që votoj Vjosa Osmani. Po pikërisht po thamë që nëse hynë. Nëse hynë votim. Jo sa që ku ka gabu, gjatë 5 vjetë mandat që ka posë, të kishë monë iniciativë me ndryshu kushtetutën, e mu zgjedhë presidente më direkte, të kishë fitu 70% votave, Mos jam shtin mend se tash e nisi në rezolutë. Sidomos pas takimit me Trumpin me këto, ti kish fshi votat e kështu popullore. E po tash, shiko, çdo gjë e pagun çmimin e vet. Për një po mundoj del një shkak kur diçka nuk je në rrugën e Zotit. Bëhet një sebeb që të hakmerët. Se bepi i sajnë që e ka rrit me kriju popularitete, andej këndejet tëna, po ajo gjatë mandatit vetë konë shumë vetjake, shumë ka këshu vish për veti, jo për interesat Kosovës. Tjetër shka që populli jonë nuk i këshyr ma shumë ato, po fletë rept, po manë qëndrim, po banë kështu, se nuk është në gjeni populli masat e gjëra me identifiku cilat janë interesat e Kosovës, që ka mujtë me bo, s'ka bo, e tjerë që është analizoj une, për shambull. Edhe e di që s'ka bo, po më dojë, asë gjë për esoj që ka mujtë me bo. E tash, ajo, kjo tash i hakmerët, më honë pikrisht, se në mënyra zgjedhjes presidentit, dhe më honë, tek është në rrugë kushtetutën, ishtë zgjedhë. Po, i zhjith, po ta që me bo. Edhe si shpërnda qeveria, si shpërnda edhe kërë përmena këto që gjithmonë të hakmerët, Albin Kurti, për shambull, atë detyren që kanë gatru atje në shkollë fillore, a në gjumit din ato, gjona, edhe a në Jalla pro, po më do këtë qashtu kena menu krejt, po jo. Ka kriju për shtypje fiktive. E di une sa, shiko, që ato, po më dhe ku mujtë adhon me gabu, pa e ndonë njëherë 1 milion raste. Po pse i ndodhi pikrisht që 1 milion të rast, pikrisht para publikut. Para publikut? E di pse i ndodhi, se Zoti nuk bjen me qekiq, po më dojë. Dëgon urë kështu? Tre gra që si i gjithdish. Jo, në nërëvish pak se Beqellor, po në tjetër shko Beqellori i po, hajde profesor, t'lutem, se s'kemi heqku. Se me morë dhejtë që të ju pamiti, në atë kohë, është bashka mesile, po më dojë. E sot? Sot i morën me Kalabani. Dhe provë saj se ka ushtru profesorin e veç me naj dëshmë në e di unë e sa denuaj matematikën. Qatë sa unë jam për ushtru temi. Dëgja, problemi është pse i ndodhe se e ka ofendu arsimin shumë ranë. E ka ofendu duke bo arbrien, ministrët arsimit, ofendimin më të madhë që ja ka bo arsimtarve, profesorve, edhe krejtë arsimin në Kosovë, që ka mujtë me ja bo, ja ka bo. Edhe prandaj, ju ka akmerë, do më të po, që qaj 1 milion të rast që të ndodhë me gabu, e kime gabu pikër që aty para publiku.